Eurodeputetja belge Katlen Van Bremt ka deklaruar se presidenti serb Aleksandar Vučić nuk konsiderohet më nga Bashkimi Evropian si garanti i stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, duke vlerësuar se besimi i Brukselit ndaj tij është zbehur ndjeshëm. Ajo shpreh se presidenti serb është mësuar që të ushtrojë ndikim të madh në vendet e Ballkanit, përfshir Malin e Zi, duke pretenduar se ai ka përdorur këtë ndikim për të nxitur ndarje etnike, nacionalizëm dhe ndjenja anti-europiane. Van Bremt theksoi se në institucionet europiane ka ekzistuar për vite me radhë bindja se Vučić nuk ishte modeli i demokracisë që dëshironte Bashkimi Evropian, por se ai konsideroi si faktor stabiliteti në rajon. Sipas saj, tani as presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nuk beson më në narrativën se stabiliteti i Ballkanit Perëndimor varet nga presidenti serb. Van Bremt shtoi se antarësimi i ardhshëm i Malit të Zi dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian dorëzonte më tej pretendimet e Beogradit se BE-ja nuk është e interesuar për zgjerimin në Ballkanin Perëndimor, duke nënvizuar se perspektiva europiane e rajonit mbetet prioritet i Brukselit.